إن الحمد لله نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të gjitha lavdërimet takojnë Allah subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allah nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ajo çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut vetëm pa artak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasun ata me pikmëri deri në ditën e Kiametit në më pas. Vëllezër të nderuar, sot fillojmë pra me mësimin e radhës që është gjunahu i madh i katërt, që është lënia e namazit. Thot Imam Adh-Dhahabi, Allah më shëroft, gjunahu i madh i katërt është lënia e namazit. Është lënia e namazit. Thot Sheh Sulejman Ruhaili, Allahu ruajt, se ky është gjunahu i madh i katërt, pra që është lënia e namazit. Dietarët që të gjithë kanë rënë dakord dhe janë të një zëri se lënia e namazit, duke mohuar obligueshmërinë e tij, është kufër i madh që nxjerr prej feje. Po ashtu dietarët kanë rënë gjithë dakord dhe janë të një zëri se lënia e namazit nga dembelizmi, përtatësia apo neglizhenca, duke pohuar obligueshmërinë e tij, është gjunah i madh prej më të mëdhave të gjunaheve të mëdha. Po ashtu është vepër e shëmtuar prej më të shëmtuarave të veprave të shëmtuara. Po ashtu është dhe prej gjunaheve të mëdha shkatërruese. Dhe se lënia e namazit është më e rëndë se sa imoraliteti. Më e rëndë se sa imoraliteti dhe të ngjashmet me të. Dhe se lënësi i namazit nga dembelizmi dhe përtatësia, ai meriton të vritet nga ana shariatike. Neve kemi theksu dhe theksojmë se sa i përket vrasjes, kjo është çështje që i takon prisit të një vendi ose gjykatësit të një vendi shariatik, dhe jo individit muslimanit të thjesht. Pra, për të gjitha këto, dietarët kanë rënë unanim dhe janë të një zëri, por se ajo për cilën ata kanë ra në mospajtime dhe mendime ndryshme është çështja: a është lënia e namazit nga dembelizmi dhe neglizhenca kufër i madh? Pra ata nuk kanë mospajtime që lënia e namazit është vepër shumë e rëndë dhe vepër shumë e shëmtuar. Mirë po, ata thonë që a është kufër i madh që të nxjerr prej feje apo jo? Lënia e namazit nga dembelizmi dhe përtatësia, duke e pohuar obligueshmërinë e tij. Pra për këtë çështje kanë rënë mos pajtim dietarët. Dhe më sakta, thot shehu, ashtu sikurse do ta përmendin në argumente që vijnë, është se është kufër i madh që të nxjerr prej feje. Pra ne siç e shohim, kjo është çështje që dietarët kanë mos pajtime. Dhe Sheh Sulejman Ruhaili, Allahu ruajt, është nga ato dietarët që kanë mendimin e atyre dietarëve që lënia e namazit nga dembelizmi është kufër që nxjerr prej feje, prandaj dhe ai thotë që mendimi më i saktë është se është kufër i madh që nxjerr prej feje. Vëllezër të nderuar, lënia e namazit duke mohu obligueshmërinë e tij është kufër. Edhe nëse personi thotë që namazi është diçka e lehtësuar, namazi është diçka prej fesë së Allahut dhe është diçka e mirë po thot nuk është obligim. Ajo është liri personale e njeriut. Po deshi fal namaz, po deshi nuk e fal namazin. Ose thot, kush e lën namazin, ai nuk e meriton dënimin as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Dhe nuk ka argument që tregon se ai e meriton dënimin në këtë botë apo në botën tjetër. Një njeri që i thot të fjalë, ai është mohues
mos besimtar dhe ka dalë prej fesë islame. Po ashtu, nëse një njeri pra fal namazin, mirë po thot nuk është obligim. Pra edhe nëse i falet dhe të thot që nuk është obligim, thot është liri personale njeriut, madje mund tjetë dhe imam që i prin njerëzit në namaz, por se thot që ai i cili lë namaz nuk e meriton dënimin as në dynja dhe as ahiret, pra ky është prap njeri i cili konsiderohet mohues dhe ka bërë kufër të madh dhe është bashkë me Hamanin, Karunin, Abu Jahlin dhe Abu Lahebin në zjarrin e xhehenemit. Pra, kjo është gjunahu i madh me këtë kuptim. Kjo është gjuna i madh me këtë kuptim, futet është një lloj prej llojeve të kufrit ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe futet tek gjunahu i madh i parë që është kufri dhe shirku ndaj Allahut të lartësuar. Mirë po fakti që Imam Adh-Dhahabiu e përmend këtu dhe nuk e ka përmendur tek gjunahu i madh i parë që është kufri ndaj Allahut subhanahu wa taala, thot kjo është bërë sepse atje është përmendur kufrin përgjithësi, ndërsa këtu është përmendur si kufër me vete, si një kufër, një lloj kufri prej llojeve të shumta të kufrit. Pra është diçka që është përmendur kufër me vete me qëllim që njerëzit t'i kushtojnë rëndësi dhe kujdes dhe të ruhen prej kësaj. Ndërsa lënia namazit nga dëmbelizmi dhe përtatësia dhe neglizhenca, duke pohuar obligueshmërinë e tij sipas mendimit më të saktë, është kufër i madh që nxjerr prej feje gjithashtu. Edhe këtu e njëjta gjë është përmendur si kufër me vete. Prandaj nuk është përmendur në gjunahun e parë që është kufri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe kjo është një lloj prej llojeve të kufrit. Pra ajo thot shehu që ne konsiderojmë si mendimin më të saktë në lidhje me këtë çështje është se lënia namazit në mënyrë absolute, pra në tërësi, është futet tek gjunahu i madh i parë që është kufri ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe konsiderohet një lloj kufri prej llojeve të kufrit ndaj Allahut azza wa jall. Mirë po siç e tham thot, është përmendur këtu me qëllim që t'i kushtohet rëndësi dhe vëmendje që njerëzit të ruhen. Thot Imam Adh-Dhahabiu Allahu mëshiroft, ka thënë Allahu i lartësuar: fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Pas tyre erdhën breza, të cilët e humbën namazin, e lanë namazin dhe ndoqën epshat. Fasawfa yalqawna ghayya, ato do të përfundojnë në një lugin në zjarrin e xhehenemit. Sheh Sulejman Ruheli Allahu ruaj thot, ka thënë Allahu i lartësuar: fa khalafa min ba'dihim, dhe pas tyre erdhën breza të tjerë. Pas kujt erdhën këta? Erdhën mbas njerëzve të lumtur, mbas robërve të Allahut, pejgamberëve të Allahut dhe mbas besimdarve, të cilët kanë ardhur një shekull apo disa shekuj më vonë. Çfarë bën këta? Adaa'u s-salata, e lanë namazin, e humbën namazin. I humbën veprat e mira, sepse ai i cili e humb namazin, ai i ka humbur veprat e mira. Dhe kjo tregon, Allahu të ruajt, për pozitën e madhe që ka namazi. Dhe se lënia namazit është shumë vepra shëmtuar në vetvete. Vepra shëmtuar në vetvete, si dhe pasojat i ka shumë të rënda dhe të shëmtuara. Shikoni çfarë thot Allahu azza wa jall, thot fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u s-salah. Pas tyre erdhën breza të cilët e humbën, e lanë namazin. Pra nuk ka përmendur ndonjë vepër tjetër që ata kanë lënë. Kjo do të thot se ato nuk bëjnë vepra të mira fare të tjera? Jo, mirë pa ata e humbën namazin dhe si thuish ishe hak që ato
ti humbasin dhe veprat e tjera. Pra ai që e lën namazin, e humb namazin, si thush në mënyrë parsore ka për t'i lënë edhe veprat e tjera të mira. Wattaba'u shahawati, dhe ndoqën epshat. Do më thonë, ata u drejtuan drejt epshave dhe kënaqësive të kësaj bote. Kështu këto kënaqësi i hutuan ata nga ajo gjë për cilën ata janë kriju. Pra i bën ata që të hutohen dhe të lënë pas dore të drejtat e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fund thot, fasawfa yalqawna ghayya. Ata do të përfundojnë në një lugin në zjarrin e xhehenemit që quhet ghayya. Normalisht selefët, dietarët prej selef në lidhje me komentimin e fjalës që përmendet tu ghayya kanë mendime të ndryshme. Disa prej selefëve kanë thënë është për qëllim ato do të përfundojnë në humbje dhe në sherr. Në humbje dhe në sherr. Ndërsa disa prej selefëve kanë thënë që do të përfundojnë në një lugin në xhehenem që ka thellësinë shumë të madhe dhe e ka dhe shijen shumë të keqe. Ndërsa disa prej selefëve kanë thënë që ato do të përfundojnë në një lugin në zjarrin e xhehenemit që është e mbushur me qelb, me gjak të prishur dhe me djers të banorëve të zjarrit të xhehenemit. Ndërsa disa të tjerë prej selefëve ka thënë që ato do të përfundojnë në një pus në fundin e xhehenemit, në një pus në fundin e xhehenemit. Sido që të jetë, kjo ngelet dhe mbetet një kërcënim shumë i madh dhe i rënd për njeriu. Prandaj që nuk duhet neglizhohet. Në fundit ajo është kërcënim nga Allahu krijuesi i botrave. Thot shehu çfarë është për qëllim me fjalën ato e humbën namazin, e lanë namazin. Disa prej selefëve kanë thënë që ato e lanë namazin tërësisht, nuk e falën fare namazin. Pra, lënësi namazit në tërësi është i kërcënuar me zjarr. Është i kërcënuar me zjarr. Dhe ne e kemi thënë dhe e kemi përmendur se paralajmërimi me zjarr është argument se ai është gjuna i madh. Ndërsa disa prej selefëve kanë thënë që ajo që është për qëllim me lënien apo humbjen e namazit është humbja e kohës së tyre. Pra ato nuk është se e lën totalisht namazin, por se e nxjerrin atë, e vonojnë atë dhe e falin jashtë kohe. E falin jashtë kohe. E duke qenë se falja namazit pra jashtë kohe ka një kërcënim dhe një paralajmërim për ndëshkim kaq të rënd. Vallë thot shehu si qëndron puna me atë që e lën fare namazin. Pra që nuk e fal fare namazin. Pra çështja është vërtet e rëndë. Pra ky ajet është argument se lënia namazit është prej më të mëdhave të gjunaheve të mëdha dhe prej më të shumtuarave të veprave të shumtuara dhe është ajo për cilën pra kanë rënë në unanim dhe dakord gjithë dietarë se është gjunah prej gjunaheve të mëdha. Pastaj Imam Adh-Dhahabiu Allah më shëroft thot dhe ka thënë Allahu i lartësuar fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata që falen dhe të cilët janë të shkujdesur ndaj namazit të tyre. Shehu Allah ruajt komenton dhe thot, ka thënë Allahu i lartësuar fawailul lil musallin, mirë për namaz falsit, ata të cilët janë të shkujdesur ndaj namazit të tyre. Fjala mirë, wailun tu, mirimi është ndëshkim i rënd. Mirim është fjalë që ka kuptimin ndëshkim i rënd. Dhe këtë madje e përdorin njerëzit edhe sot. Kur dikush do t'i thot dikujt që unë do të ndëshkoj me një ndëshkim shumë të rënd, i thot mirë për ty. Mirë për ty. Pra kjo është fjalë që tregon për ndëshkimin e rënd. Dhe ndërsa disa prej selefëve ka thënë që kjo fjala wail, që është mirimi, është thot një lugin në zjarrin e xhehenemit.
Aty ku thot mirë për namazfalësit, të cilët janë të shkujdesur ndaj namazit të tyre. Disa prej seleve ka thënë, ai është personi i cili nuk e çan kokën fare për namazin. As nuk shpreson shpërblim kur falet, as nuk ka frikë nga ndëshkimi kur e lën namazin. Pra ai nuk i kushton rëndësi fare namazit. Mund falet, mirë po nuk shpreson fare shpërblim tek Allahu. Mirë po mund edhe që ta lëri fare namazin dhe nuk ka frikë nga dëshkimi. Pra, një mendim i selefëve është ky. Ndërsa disa prej selefëve kanë thënë që ai që është për qëllim këtu është personi i cili e shtyn kohën e namazit. Pra nuk e fal në kohën e vet. Ai dëshiron që ta falë atë, mirë po e fal jashtë kohë. Sikur se ndodh sot, ku disa njerëz i mbledhin dhe i grumbullojnë të gjitha namazet edhe i falin ndarkët, kur kthehen nga puna. Pra i falin që të gjitha 5 kohët e namazit, sabahun, drekën, mera, i falin natën kur kthehen nga puna. Ndërsa disa prej seleve kanë thënë që ai që është për qëllim këtu është personi i cili e nxjerr atë nga koha e vet, nga neglizhenca dhe nuk e plotson atë siç duhet. Do me thënë, ai nuk e nxjerr jashtë kohë fare, por se e vonon atë deri në fundin e kohës nga neglizhenca. Pastaj ai fal atë shpejt dhe nuk e plotson atë siç duhet. Ndërsa disa prej seleve kanë thënë që ata janë ata cilët që kur falen, do me thonë që kur janë me njerëzit dhe janë para njerëzve, falen. Ndërsa kur janë vetëm, që janë në shtëpi, nuk falen. Pra për para njerëzve ata shkojnë marrin abdesin, bën gati për namazin, tregon të kujdesshëm edhe falen. Ndërsa kur janë në shtëpi apo kur janë vetëm fare, nuk duan t'ia dinë për namazin. E duke qenë, thot shehu, se gjithë këta janë të kërcënu me fjalën ku thot wailul lil musallin, mirë për namazfalësit, ata të cilët janë jo të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. Pra duke qenë se këta janë të kërcënuar gjithë dhe konsiderohet gjunaf për gjunaf të mëdha, vaci është puna me atë që e lën namazin fare, nuk ka dyshim se çështja e tij është shumë e rëndë. Ajeti i fundit që përmend shehu, Allah rujt, pra imam e Dhahabiu, Allah më shëroft, është ajeti ku thot, ka thënë Allahu i lartësuar, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Çfarë ju çoi juve në saqar, në zjarrin e xhehenemit? Ata thanë, ne ishim që nuk falshim namazin. Thot shehu, Allah rujt, thot po. Besimtarët, duke qenë në xhenet apo me lajket, do t'i pyesin njerëzit që janë në zjarrin e xhehenemit dhe do u thonë atyre, çfarë ju bëri juve që të futeshit në zjarrin e xhehenemit? Në saqar, pra në zjarrin e xhehenemit që i shtrëmbron fytyrat, shpërfytyron fytyrat dhe u përcollon lëkurat. Dhe fjala saqar do të thotë është zjarri që përcollon fytyrën, e shpërfytyron atë dhe djeg lëkurën. Pra është quajtur xhehenemi saqar për këtë arsye. Dhe përgjigjja atyre do të jetë që ne ishim prej atyre që nuk falshim namazin. Pra fakti që erdhëm në zjarr ishim që nuk falshim namazin. Do me thënë, ne i humbëm të drejtat e Allahut, nuk i përmbushëm ata. Do me thonë, nuk i përmbushëm të drejtat e Allahut që janë që kryhen pra nëpërmjet veprave. Dhe në kryet të tyre është namazi. Pasi kush e humb namazin, ai i ka humbur edhe veprat e tjera përveç tij. Pra banorët e zjarrit, kur kthejnë përgjigje atyre, përmenden në radhë parë dhe në kryet të tyre, përmenden lënien e namazit. Dhe kjo tregon se lënia e namazit
është prej më të mëdhave të gjunaheve të mëdha dhe prej veprave më të shumtuara. Po ashtu kjo tregon se mosbesimtarët në ditën e Kiametit, përveç faktit që do të dënohen për shkak të kufrit dhe të shirkut tyre, do të dënohen edhe për shkak se kanë lënë vepra të tjera pa i vepruar, sikurse është dhe namazi. Dhe normalisht ato do të dënohen edhe për lënien e zakatit, agjërimet kështu me radhë. Edhe kjo është një çështje me vete që diskutojnë dietarët, që njeriu në ditën e Kiametit, ai njeriu që nuk ka besuar Allahun, përveç kufrit të tij, do të dënohet edhe për veprat e tjera që i ka lënë pa vepru. Edhe më saktë është që do të dënohet, dhe argumenti është kjo, që çfarë ju çoi juve në zjarr, ne ishim për atyre që nuk falshim namazin. Pra përveç faktit që mohuan Allahun, ato dënohen me një dënim shtesë për namazin që ata kanë lënë. Pra thot shehu që ata dënohen në zjarrin e xhenemit me një dënim shtesë mbi dënimin që kanë për shkak të kufrit dhe shirkut të tyre. Pra këto ajete kuranore tregojnë qartazi se lënia namazit në tërësi është prej më të mëdhave të gjunave të mëdha dhe prej veprave më të shumtuara. Madje një grup prej selefëve janë argumentuar me to se lënia namazit nga dembelizmi dhe përtatësia, sikurse përmendëm, është kufër i madh që të nxjerr prej feje, sepse këto ajete tregojnë se këto ajete tregojnë se si thush konteksti i këtyre ajeteve ka ardhur për mos besimtarët, domethënë për lëndsin e namazit. Ndërsa në mësimin e ardhshëm me lejen e Allahut do të përmendim argumentet nga Suneti, të cilat tregojnë për gjunahun e madh dhe të rënd që është lënia e namazit, dhe ne mjaftohemi me kaq inshallah për sot dhe vazhdojmë pjesën tjetër në mësimin e ardhshëm. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.